djali ri ka ardhur Rasulullah alayhi salam dhe ka thonë ja Rasulullah, am leje për me ba zina. Ke pa kur trok shejtani ka njerë para vetes, qëtin me ba që si pyetjesh që si veprimesh, mirë për Rasulullah alayhi salam ju ka përgjigj me një urtësi që është mësim për secilin prej neve. Ngosh ju ka përgjigj Rasulullah alayhi salam. I ka thonë këtij triut, ka thonë, a ki nante? Thot po. A je i pajtimit që dikush me ba zina me nanën tane? Thot kurse se ja Rasulullah. Thot Muhamedi alayhi salam, kështu njerëzit nuk dojnë që dikush me ba zina me nanat e tyne, Allah na ruaj. Apo kuptoni ku është njëri musliman që këtu mre njëri ban zina me nanën e dikujna. Allahu azza wa jalla na ruaj. I ka thonë Muhamedi alayhi salam këtij djalit ri, thot, a ki motër ti? Thot po. A pajtohesh që dikush me ba zina me motrën tane? Thot kurse se ja Rasulullah. Thot Muhamedi alayhi salam, kështu njerëzit nuk pajtohen që dikush me ba zina me motrat e tyne. Kujtes se ajo që ti e të ba zina me ta është nanë e dikujna, është motër e dikujna, është qike e dikujna. Ti po një të mirë dënjas ban zina me qikën e tina. Allahu azza wa jalla na ruaj për që ta e du islamin. Pikrish për që ta që i ruan vlerat që njeriu në bajnë njeri. Veç që ta, veç të zinaja me lëshupe. Bëmi, qështu që shkina fillu gati mu bo. Allahu azza wa jalla na ruaj.